Mos e vazhdoni më, zoti Balla. Jo, nuk është e vërtet. S'është e vërtet. Nuk ka mas të tillë. Lere këtë, se sa ishte do Si do plasë? Zoti Bardhi, mua mos mua hakre ashtu, e para, e dyta, fjalori që keni përdorur ju këtu, as nuk ka të krahasuar me çfarë është thënë dhe us duat mbaj anën askujt, dakor? Po ju jo, nuk ju takon ju të bëheni si të prekur, sepse keni thënë këtu fjalët që unë deri më sot nuk i kam dëgjuar ndonjëherë këtu me veshët e mi, dakor? Ti, Gas Bardhi, sot ke thënë fjalë që unë nuk i kisha dëgjuar sa vite kam në parlament. Fjalët më të ulta që si ka as fjalori. Keni fyer gjithë familjarët e kolegut. Dakor? Edhe bën kështu si i mërzitur ti për një numër telefoni që nuk po e lejon ta sqaroj. Mua mos ma bëja dhe mos më trego gishtin ashtu, dakor? Se nuk takon. Sepse nuk ke folur si deputet, nuk ke folur si deputet, ke thënë fjalët më të ulta. Zoti Balla, fjalën për sqarim. Nuk të marr lej ty se të fjalën. Po zoti kryetari i kuvendit, kërkohet zoti Balli fjalën edhe ulu atje sepse ai nuk e thyer rregullore. Me gjithçka kam thënë unë sepse nuk ka lidhje fare asnjë fyrje, bëhet fjalë për një numër telefonik që në Bashkimin Evropian merret për të marrë informacion mbi Bashkimin Evropian. Kaq është e thjeshtë. Kush ka nevojë të marrë informacion mbi Bashkimin Evropian ka një numër Green Line ku ti mund marrish informacion për vendimarrjen e Bashkimit Evropian. Sa i përket keq informimit, nëse kolegja Vogshi ndihet e fyer, unë i kërkoj ndjes. Por nuk ka asnjë isha duke folur për reformën në Bashkimin Evropian. Ja ku e keni numrin me 0900 të Bashkimit Evropian, ku çdo qytetar i Bashkimit Evropian merr informacion për vendimarrjen në Bashkimin Evropian. Kush do që ta përdori këtë situatë për të nxitur